Vetëm një gjethe e kësaj bime i thot lam të mirë çdo problemi, ja si ta përdorni. Vlera dhe përfitimet që merrni nga xheli aloe verës i dinë të gjithë, por ndoshta ajo që nuk është e ditur për të gjithë është se ngrirja e xhelit aloe verës përmban vlera të larta ushqyese dhe lehtëson një sër komplikacionesh. Xheli i ngrirje aloe verës është jashtëzakonisht i fuqishëm për mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Shtimi i aloe verës në dietën tuaj mund t'jap përfitime të mira edhe për sistemin tuaj tretës. Konsumi i rregullt i xhelit aloe verës do të vrasë edhe një sër llojeve të problemeve të tretjes dhe do të parandalojë gjithashtu rishfaqjen e tyre. Xheli aloe verës është i mirë kundër fryrjeve, gazdrave, gjithashtu edhe komplikacioneve që i kanosen tretjes suaj të dobët. Shtimi i saj me kujdes në përditshmërinë e dietave tuaja do të jetë gjithashtu një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese në dobi të organizmit. Xheli aloe verës do të ofrojë një mundësi më të mirë për detoks. Konsumi i rregullt i xhelit aloe verës mund të largojë toksinat e dëmshme nga organizmi dhe të japë gjithashtu rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit të tij. Ky xhel mund t'ju ofrojë përfitime të mira për shkak të vlerave që ka. Mjafton të konsumohet si duhet dhe ndikimi që do të ofrojë në shëndet do ta bëjë atë një prej produkteve më të mira dobipruese edhe për lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera është një bimë që mund t'japë shumë përfitime gjithashtu edhe për shëndetin kundër anemisë. Xheli aloe verës është përdorur në recetat natyrale kundër anemisë, verdhësës, probleme me fshikëzën dhe tretjen. Aloe vera mund të përdoret gjithashtu edhe për lehtësimin e komplikacioneve të trupit. Ajo mban të ekuilibruar nivelin hormonal. Xheli aloe verës rikuthen ekuilibrat hormonal dhe zgjidh problemet që prekin edhe pankreasin dhe shpretkën. Ndaj përdorimi i saj në mënyrë të rregullt mund t'japë rezultate fantastike edhe për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Xheli aloe verës është një produkt fantastik që mund t'japë vlera të mira për lëkurën dhe për flokun e shëndetshëm. Xheli aloe verës lehtëson prerje, çarje, djegjet dhe mban lëkurën dhe flokun të hidratuar dhe më të butë. Dhe përdorimi i tij me kujdes në dietat tuaja ditore do të përkthehet në një element të mirë ushqyes në reduktimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tyre. Mënyra më e mirë për të përfituar xhelin aloe verës është që ta ngrini atë. Duhet të ngrini xhelin në përmbajtje të aloe verës, pra pa cipën e jashtme të gjetheve jeshile. Në këtë mënyrë ju do të mbani atë për një periudhë më të gjatë kohore dhe ta përdorni sipas nevojave tuaja ditore. Merreni xhelin aloe verës dhe përdoreni atë sipas nevojave tuaja. Kështu përfitimet që do të keni do të jenë mbreslënse dhe do të parandaloni komplikacionet. Nga djegjet e diellit e pickimet e insekteve, xheli aloe verës është një produkt fantastik që mund t'japë rezultate të mira në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në parandalimin e shqetësimeve të tij. Fal përmbajtjes së lartë të vitaminës C, ai përdoret gjërësisht edhe për të parandaluar problemet e lëkurës, por a e dini se kjo bimë e fuqishme mund të sjellë përfitime të mira për shëndetin? Lëngu i aloe verës mund të jetë një mënyrë shumë e mirë efektive që mund të përfshihet vazhdimisht në dietën tuaj të përgjithshme. Para se ta shtoni atë në listën tuaj të blerjeve, është mirë të dini se ekzistojnë 2 lloje kryesore të aloe verës. Zgjidhni gjithmonë atë që është bërë vetëm nga pjesa e brendshme e gjetheve, pra xhelin e saj. Sipas WebMed, në këtë video do të rendisim përfitimet kryesore që do të merrni nga shtimi i xhelit aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja. Ai është i pasur me vitamina dhe minerale shumë të rëndësishme, që mund të luajë një rol parandalues në krijimin e komplikacioneve të organizmit. Aloe vera është një bimë e pasur me antioksidant, përfshirë këtu vitaminën A, C dhe E, të cilat ndihmojnë në mbrojtjen e trupit kundër stresit oksidativ. Gjithashtu përmban minerale të rëndësishme të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, mangani, kaliumi dhe zinku. Ajo do të lehtësojë edhe problemet tuaja të kapslëkut.
Për shkak të vetive të tyre laksative, aloe vera mund të zgjidhë edhe të ndihmojë në lëvizjet më të shëndetshme të zorrve. Megjithatë, nuk duhet të përdoret për zgjidhje afatgjata. Përdoreni me kujdes dhe përfitimet që do të keni prej saj do të jenë gjithashtu mjaft të rëndësishme. Aloe vera është një bimë që mund t'japë përfitime të mira për shëndetin e lëkurës. Sipas Cleveland Clinic, dehidratimi mund të jetë shkaktari kryesor i akneve. Me ndihmën e hidratimit nga brenda nga lëngu i aloe verës, mund të përmirësoni gjendjen e lëkurës dhe ta bëni atë edhe më të shëndritshme. Aloe vera është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime edhe kundër luhatjeve të papritura të sheqerit në trup. Një studim i vogël i vitit 2015 zbuloi se ekstrakti i xhelit aloe verës tek personat prediabetik ndihmoi në kontrollin e ndjeshëm të niveleve të sheqerit brenda 4 javëve, por kjo nuk do të thotë se ju duhet të hiqni dorë nga medikamentet për ta mbajtur atë konstant. Aloe vera është një bimë fantastike që mund të japë rezultate të mira për shkak të vetive që ka anti-inflamatore. Vitamina C dhe vitamina E të aloe vera mund të funksionojnë si antioksidantë që ndihmojnë në reduktimin e inflamacionit. Ato luftojnë radikalet e lira që vijnë nga ndotja, duhani ose alkooli. Nëse trupi juaj është dëmtuar nga stresi oksidativ, antioksidantët ndihmojnë edhe në rigjenerimin e tij. Aloe vera është një bimë që mund të forcojë ndjeshëm gjithashtu edhe sistemin tuaj imunitar. Falë përmbajtjes së lartë të vitaminave dhe mineraleve që ajo ka, aloe vera do të kthehet në një aleate të vërtet në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Siguroni që aloe verën ta keni pjesë të dietave tuaja. Kjo falë vitaminës C që ajo përmban që mund të luajë një rol të mirë edhe në sistemin tuaj imunitar, duke e mbështetur atë të jetë më i fortë dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietave tuaja do të kthehet në një aleate të mirë në mbrojtjen e funksioneve të trupit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Aloe vera është një bimë që mund të ofrojë shumë përfitime dhe ndikimi që ka në organizëm do ta bëjë atë një prej më të rëndësishme. Ajo lehtëson edhe problemet e urthit dhe të refluksit. Një studim i vitit 2015 tregoi se shurupi i aloe verës ndihmon në lehtësimin e simptomave të refluksit dhe acidit te personat që kanë këtë çrregullim. Ajo mund të përmirësojë shëndetin kardiovaskular. Një studim i vitit 2024 sugjeroi se përdorimi i lëngut të aloe verës, të pasuruar gjithashtu me aminoacide dhe përbërës natyral të xhelit, patën element që mund të ulin gjithashtu edhe problemet e triglicerideve pas vakteve. Edhe pse rezultatet janë premtuese, duhet të përdoret gjithmonë me kujdes aloe vera dhe asnjëherë me tepri, në mënyrë që vlerat e saj të jenë të rëndësishme në dobi të organizmit dhe të lehtësoni gjithashtu edhe komplikacionet që i kanosen shëndetit tuaj. Filloni ta përdorni atë gjithmonë me kujdesin e dur dhe në sasinë e rekomanduar. Nëse doni ta përdorni atë për trajtime të brendshme, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar gabimet. Xheli aloe verës është një bimë që mund t'i japë shumë përfitime gjithashtu edhe kundër djegjeve. Xheli aloe verës që ndodhet në qendër të gjethes është një mënyrë shtëpiake për të lehtësuar prerjet dhe djegjet e lehta, si dhe mund të përmirësojë dukjen e lëkurës suaj. Vetëm përdoreni me kujdes dhe ndikimi që do të keni në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe i shumëfisht. Aloe vera përmban përbërës aktiv që mund të ndihmojnë në uljen e dhimbjeve dhe inflamacioneve dhe të nxisin rritjen e lëkurave dhe riparimin e tyre. Ajo është një hidratuese shumë e mirë e shëndetit dhe mund të japë gjithashtu rezultate fantastike në rigjenerimin e tij. Shtimi i aloe verës në përditshmërinë e dietës suaj mund të ofrojë lehtësime të komplikacioneve të lëkurës, duke mbajtur atë më të hidratuar. Aloe vera është një bimë që mund të japë përfitime të larmishme edhe në lehtësimin e herpesit dhe problemeve të djegjeve të lëkurës, duke ndihmuar që ajo të jetë më e shëndetshme dhe akoma më e mbrojtur. Studimet përkatëse tregojnë se xheli aloe verës mund të përmirësojë simptomat e problemeve të lëkurës si dhe ta mbajë atë më të shëndetshme dhe më të mbrojtur kundër komplikacioneve që i kanosen çdo ditë. Siguroni që aloe verën ta përdorni me kujdesin e dur dhe ndikimet që ajo do të ofrojë në shëndet do ta bëjë një prej bimëve më të vlefshme për ju. Vëmendje,
Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, edhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.